E të dëgjoj mendimin e pranverës për këtë gjë? Dhe me thënë, ne po diskutojmë komplet atë çfarë duket dhe unë jam komplet një tjetër nivel duke thënë që si arritëm deri këtu, kur flitet tani do shkatrojmë. Ne po shkatrojmë njëri tjetrin për ditë, nësa dalim në rrugë, fillojmë edhe abuzojmë. Dhe qenia vetë shkatrohet nga ajo çfarë së brendshmi, jo ajo çfarë duket në fund, çfarë qenia arrin të krijojë, që quhet shkencë, quhet në fund prodhon armë bërthamore, prodhon diçka që të shkatroj veten, është shumë e thjeshtë ajo. Çështja është që si arrim ne që çdo ditë nuk arrim do të rikrijojmë veten apo diçka më të mirë, sepse ne këtu kemi ardhur të përmirësojmë dhe jo të arrijmë në destruksion. Pra, çdo hap pasiv ose regres të sjell në destruksion, por ne më përpara arrim të shkatrojmë në ndërgjegjen tonë. Pastaj arrim te këto bombat jo po problemi i madh se si më u shkatru me bomba apo pa bomba, me virus apo ra tërmet apo ra zjarre. Kupton, është shumë e thjeshtë çështja e shkatrimit. 4 elementë që janë, një nga ato të mungoj ose të shtohet, shkatrohemi, mjafton kaq edhe u përmbys. Çështja është që ajo është një lloj kronometri të cili tregon që është si pike kuqe që pulson sa herë që ne bëjmë një regres, një hap pas dhe mund që të shkoj brenda natës në orën 12, mund që të shkoj pas, por kjo varet komplet nga ne. Dhe nuk ka asnjë fund bote i cili përcakton saktësisht se si dhe kur. Nëse ne evolojmë, gjithçka ndryshon. Nëse ne shkojmë pas, gjithçka destruktojë. Dhe nuk jemi ne vetëm civilizim që e ka sjellë vetë shkatrimin, por ne jemi pak më të ngadalt në evolucionin si shkencor, si atë shpirtëror, apo në të gjitha format e evolucionit. Teoritë konspirative çfarë thonë për këtë gjë? E gjitha kjo, e njëjta gjë, domethënë teoritë konspirative ne i shohim më hapur tani, të cilat mundohen që ta pasqyrojnë në realitetin në një formë ndryshe dhe më pas ajo bëhet funksionale, bëhet e dukshme, ashtu siç po flitet për ndryshimet e kufive. Pra, kur themi për një rend të ri, shumica e njerëzve bazohen ende te rendi i vjetër. Pra, flasin ende për sistemin bankar, flasin ende për parat, flasin ende, po jo se ai ministër, jo po se ky politikan, jo po se ai kufi. Këtu nuk bëhet fjalë më për kufi, nuk bëhet më fjalë për shtetë, bëhet fjalë për raca, bëhet fjalë për evolucion individual, shpirtëror dhe më pas ai shkencor që po duket tashmë që e kanë ose do ta kenë 2-3 njerëz që do ta komandojnë dhe që quhet inteligjencë artificiale, e cila inteligjencë artificiale do ketë pak të zgjedhur, të cilët do jenë vendosur aty dhe janë para përgatitur shumë kohë përpara se ne ta shohim në zbatim. Pra, ajo që do ta ketë, do jetë ky gjenerata zen që ne shikojmë tani që na duket pak si ndryshe dhe themi këto nuk kuptojnë çfarë po ndodh. Në fakt ata janë ata që kuptojnë më shumë për të ardhmen se sa vetë ne. Pra, është tendenca e brezave e cila ka gjithmonë këtë përplasjen që shiko, unë e di më mirë se kam ardhur përpara teje. Në fakt ti di atë çfarë ishte përpara atij, po më pas ti nuk e di. E di ai që ka ardhur pas teje. Pra, do t'i lëm pak gjeneratat e reja të nxjerrin atë maksimumin e vet dhe t'i lëm ta shohim se si do vi, sepse koha jon ishte një tjetër dhe koha e tyre do jetë një tjetër. Pra, do jetë normalitet për ata dhe do jetë pak si keq për ne.